Nga cili fshat ka artu me grumbullu? Nga fshati Kosoriq. A është larg nga këtu? 1 kilometër. Je kënaqur me bashkëpunim? Po. Çdo ditë apo një 2 ditë? Jo, çdo 2 ditë e pi këtu. Cila sasi është? Sa qumsht bjen këtu? 150 litra, 100, Sa krejt gjithë ke? i kam 12 copa. Cilës racë? Pa sementalk e përzime, po. A ke sasit mjaftueshme të ushqimit për to, tash, Po. për dimën? Po, A ke marrë ndonjë grant nga Ministria Po. Bujqësisë apo diçka? Po. Pe atje? Po, po. Subvencion ke në mjetë pe Po. atje? po. A e bën a ke vetëm për qumsht apo ke edhe për majmëri viçash? Kam vetëm për qumsht edhe për... A ke shqyrtu edhe mundësin që të merresh edhe me majmëri viçash? Është një veprimtari e levardishme është. Po e vallaj, s'kena provu. Pse? Se s'ki ku farë tarnë. Nuk ndan për këtë sektor? Jo, s'kom morë kur, as s'kom një. E tash, sa drejja ka përjetu dëme, ju a keni pas dëme atje? Jo, sa dreja po, na jo. Keni pasur më herë dëme? Ja, veç pranë verës atëherë si i ka prish këtu me bime me këtu brojma se jo. A ka ndihmu diçka, komuna apo Jo, ministria jo? jo. A ke shëtu edhe mundësinë e rritit numrit të gjedhve? A do të arrit numrin? Do Po, të arritni? po, Keni mundësi, keni tokë, keni Po. sipërfaqe? po. Ke mundësi të kesh marrë numër më të madh gjedhve? Ka mundësi me konë kushtet, ka mundësi, po mu më duhet me siguru ushqimin, se nuk kam tokë mjaftueshme, më duhet me siguru ushqimin edhe Dhe është më kushtueshme atër ta kesh gjedhin, pa tokë mjaftueshme. është problem atë se duhet edhe zgjedhjen me mbajt, edhe me i ble shembull me fryte me krejt është kushton. Atër nuk është leverdia. A e kënaqur me bashkëpunim këtu me punktin grumbullus? Po me bashkëpunim jemi të kënaqur, mirë shumë na pagun edhe merr Cila është sasia qumshtit që do zantu? sasia qumshtit dhe jemi është 50 litra ditore, në kom 50 Kur litra. paguani? Paguani në mujor apo? E paguajmë për çdo muaj 20 deri 20 prej datës 20 deri me datën 25. Me çmimin Me çmimi është mirë, nuk është i keq, po është mirë, ja vlen më morë me këtë punë.